Duke e bërë thirrje që vendi të rikthehet rendi kushtetues me mbajtjen e seancës për konstituimin e kuvendit, deputetët e opozitës nga Partia Demokratike edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës hynë në sallën e seancave plenare, nga ku i kërkuan deputetit më të vjetër të lëvizjes vetvendosje Avni Deharit të vijojë procesin. Vënohet tërësisht rendi kushtetues në vendin tonë dhe tërësisht konstitucionet tona janë jashtë funksionit. Po as nuk kemi qeveri, as nuk kemi president, as nuk kemi kuvend funksional. Duke ju përgjigjur kësaj kërkese, Dehari tha se më parë duhet të arrihet një marrëveshje politike për emrin e presidentit të ri të vendit. Derisa mos ketë marrëveshje, pa një marrëveshje s'ka kuptim të thirrët seanca. Edhe deputeti i lëvizjes vetvendosje, Adnan Rustemi, mbështeti deklaratën e Deharit. Për sa kohë nuk kemi dakordim për presidentin, konstituimi i legjislaturës është hap drejt zgjedhjeve të parakohshme të panevojshme për bindjen tonë. Kuvendi i Kosovës ende nuk është konstituar, pasi në 2 mbledhjet e thirrura kryeministri në detyrë Albin Kurti kërkoi kohë për arritjen e një marrëveshjeje politike me lidhjen demokratike të Kosovës për presidentin e ri të vendit, ndërsa dështimi për formimin e institucioneve po zgjat krizën politike në Kosovë.